Po fillimisht arsyet e deficitit tregtar janë për shkak të rritjes enorme të importit në nivel vendi, për shkak që ne në ekonominë e Kosovës kemi një bilans tregtar të negativ qysh nga fillimi, mirë po bilanci tregtar negativ në vitin 2024 ka qenë rreth 6 miliard euro dhe ky 6 miliard ka ardhur për shkak të mos subvencionimit të bizneseve prodhuese nga ana e qeverisë së Kosovës, mos krijimit të një klime për investime të huaja, sepse ne në nivel të vendit duhet të orientohemi që të tërheqim investitorë të huaj, të rrisim prodhimin dhe produktet të cilat janë importuar në nivel të përgjithshëm të zëvendësohen me produktet vendore. Prandaj kjo është një politikë mjaft e gabuar që e ka aplikuar qeveria e Kosovës dhe mungesa e subvencionimit të ndërmarrjeve prodhuese ka shkaktuar një nivel të lartë të importit. Gjithashtu, në aspektin financiar kemi rritje edhe të çmimeve në nivel të përgjithshëm global dhe kjo ka ndikuar mjaft shumë që të kemi një deficit të lartë tregtar dhe ky deficit është duke vazhduar edhe në vitin 2025. Prandaj këto janë disa nga faktorët të cilat kanë ndikuar që të kemi një bilans tregtar negativ. Po në momentin kur ne nuk kemi prodhim si vend, ne nuk eksportojmë jashtë vendit. Kemi pas eksportues edhe më herët, të cilët ne nëse marrim vetëm pjesën e eksportit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi pas eksportues që ka eksportuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga mbi siç ka qenë dikon rreth 200 milion eksporti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tani është rreth 20 milion. Kjo tregon që kemi përpos që nuk është subvencionuar asnjë ndërmarrje prodhuese, është penguar në zhvillimin e produktit në Kosovë dhe të bë rritet eksporti. Pra, një qeveri e cila nuk ka një plan program të qartë për zhvillimin ekonomik të vendit, krijohet një situatë e tillë, sepse nëse ti nuk ke prodhim dhe eksporti i cili është bërë më herët, jo që është përkrah, po është penguar, ka ndikuar që kemi një nivel mjaft të ulët të eksportit siç është rreth 14.8% në raport me importin që ka pjesëmarrje mjaft më të lartë se sa eksporti. Prandaj këto janë disa nga faktorët që e kanë penguar zhvillimin dhe tani jemi në një situatë të re ekonomike, kur nga një qershori ka filluar edhe liberalizimi i tregut të energjisë. Edhe këtu ndërmarrje prodhuese të cilat bëjnë pjesë në 14.8% të cilët kanë eksportuar, sipas informatave nga odat ekonomike të Kosovës që i përfaqësojnë këto biznese prodhuese, domethënë ato vetëm e kanë stagnuar prodhimin për shkak të kostës së lartë të energjisë dhe pritet që gjatë vitit 2025 nëse nuk ndërmerret ndonjë hap nga ana e qeverisë për eliminimin e kësaj bariere që e ka shkaktuar të re, të kemi edhe rritje të papunësisë për shkak të mos funksionimit të prodhimit në Kosovë.